Mirë se keni ardhur dhe sot dhe jemi të gjithë të gatshëm të mblidhemi për çdo ditë deri në realizimin e kërkesës legjitime. Mikrofonin e marrin qytetar të thjeshtë, qytetar të njerëz të popullit të Shqipërisë që tregojnë brengat e tyre, japin dhe mendimet e tyre individuale. Të gjithë ata që thirren në emra politikanësh të tjerë, në bindjet e tyre fetare apo diçka tjetër, është mendim vetëm i tyre personal, ashtu si është veç edhe mendimi im personal. Duhet jemi të qartë. Kjo protest e ka veç një pikë të panegociueshme. Dorëheqja e Edi Ramës pa negociata. Pse duhet të dorëhiqet Edi Rama? Për çdo ditë dalin krimet ekonomike, del vjedhja dhe sakatosja e popullit e kombit shqiptar anë e madh. Sot do të flasë për bujqësinë, subvencionet që Bashkimi Evropian, jo Edi Rama dhe qeveria, po Bashkimi Evropian i ka dhuruar për popullin shqiptar, për bujqit e blegtorët, njerëzit e ndershëm që jetojnë me tjerësën e ballit. Janë vjedhur nga ky maskara. Për ata duhet të dorëhiqen. Dhe mbas dorëheqjes duhet institucionet legjitime, SPAK-u dhe të tjerët ta burgosin. Bashkimi Evropian me vigjilencën e vet nuk i ka hedhur parat për oligarkët, për mafjet që në vend se t'i çonin në bujqësi dhe në blegtori, ja dorëzuan hotelerisë, sepse aty i kanë krimet e përbashkëta me mafjen dhe shtetin. Popull shqiptar, të gjithë ju bujq, blegtor, minator dhe të gjitha kategoritë e ndershme që jetojnë me tjerësën e ballit, shpëtoni, shëroni nga ramizmi dhe berishizmi. Mos të bëjmë idhuj individin. E kemi idhull atleun ton, e kemi idhull Shqipërinë ton të bukur, kemi bekimin e Zotit. Ne duhet të çojmë mbi tiranin të cilët e shkelin këtë popull në emër të kultit të individit. Nuk do të lejojmë të ketë më kult ata të na vjedhin dhe ne t'ju dur trokasim. Nuk jemi njerëz të tillë. Nuk kemi krenaria aq të ulët që ata të shkelin dhe ne të mendojmë se ashtu duhet. Boll është boll. Pra, të gjithë të mlidhemi në shesh, të ngrejmë zërin. Nuk e kemi pasur asnjëherë ndihmën e tyre. Kemi patur veç shkeljen, kemi patur vjedhjen, kemi pas keq përdorimin. Ata jo veç që nuk kanë ndihmuar Shqipërinë. Ky sistem mafiozo shtetëror 36 vjeçar. Po ata na i kanë marrë edhe ato ndihma që Bashkimi Evropian ka dhënë për rimëkëmbje. Si mund të besojmë dhe si mund të votojmë dhe si mund të propagandojmë si patronazhist dhe militant për hajdutët, për ata që e vjedhin dhe e shfarosin popullin ton, duke ja pamundsuar jetën, duke na detyruar të dalim jashtë. Mos të lejojmë më këta kriminal me petkun e pushtetit. Rraf Shqipëria, poshtë tradhtia, kriminalet në burg.